Ka pasur mos përputhshmëri mes asaj që ka qenë shkruar domethënë me atë që është faktike. 7 nga ta e kanë cek drejt për drejt drejtorin e njësisë, domethënë që ju ka thonë që t'ju mbuluhen to zëtarëve të ju ndihmohet. Kjo rezulton që të jetë domethënë dhomi rreth 100.000 euro, diku 99.000 diçka. Ne si komision jemi kanë të obliguar që përmes këtij vendimi, të cilin na ka mandatuar kryeshefi, të shkojmë në Stanterg të marrim disa dokumentacione cilat është dashur të mirën për shqyrtim. Ne kemi shkuar atje para se të shkojmë, kemi njoftuar edhe drejtorin e njësisë, kemi dërguar edhe vendimin e kryeshefit me email, domethënë që jemi një komision i formuar për kryeshefit dhe që mandati jonë është që të bëjmë verifikimin e normës. Ne me datën 27 të muajit shkurt të vitit 2026, ne si komision kemi shkuar në ambientet e njësisë biznesore në Stanterg, ku atje kemi bërë tërheqjen e raporteve të meditjeve dhe raporteve të eksplozivit vetëm për muajin dhjetor, me qenë se zakonisht merret çdo herë vetëm një muaj si mostër, ne kemi marrë muajin dhjetor të vitit 2025 si mostër dhe pas marrjes së dokumentacionit kemi filluar me punën dhe analizimin e dokumentacionit. Gjetjet e para çka ishin? Po gjatë hulumtimit dhe verifikimit normës, ne si komision kemi bërë gjetje ku domethënë që ka pasur mos përputhshmëri mes asaj që ka qenë shkruar domethënë me atë që është faktike tek metrazhat e shpimit. Zakonisht norma në minierën e Stantergut është 33 metra, domethënë për një zëtar që duhet me arrit brenda një shpimi. Mirë po në raporte ka evidentuar që ka qenë 45 metra në shumicën e rasteve, kurse nga ajo që kemi llogaritur përmes duke bërë krahasimin mes numrit të LP-ve që i kanë marrë në depon e eksplozivit dhe metrazhes së deklaruar nuk ka përputhshmëri, domethënë pse nuk ka përputhshmëri? Dikon 1,80 m është gjatësia e shpimit që kryesisht përdoret dhe LP-ja domethënë është 1,80 m. LP-ja është detonator i cili bën ndezjen e eksplozivit. Domethënë sa do që ta mbushësh vrimin eksploziv, nëse nuk ka LP-ja nuk eksplodon. Domethënë duhet me përdorë LP-jit, janë detonator, janë elektrik, cilët e aktivizojnë domethënë eksplozivin në vrimat e ballit punës. Zotë, tema veç për ju ndërpres pak, për me kuptu edhe qytetarë që na shohin. Metrazhe nga shpimi, si arrihet? Pra mundet me një shpim më rrit metrazh 40 metra? Jo, me një shpim nuk mundet më rrit metrazh 40 metra. Metrazhet 40 metrave nëse jemi duke bërë shpime hulumtuese për hulumtimet e vendburimeve me makineri hulumtuese, ato janë që shkojnë edhe më shumë se 40 deri në 100 metra, po faktikisht këto janë burgija të cilat përdoren për shfrytëzim, janë të kate 80-ve, 120-ve, kate 180-ve, kate 240-ve kështu me radhë. Mirë po kryesisht përdoret 180. Domethënë për shpim kryesisht përdoret 180, gjë që e kanë deklaruar edhe vetë gjatë deklaratave që i kanë dhënë mbikëqyrësat, e kanë pranuar që shpojnë me 180 dhe kjo nëse kalkulohet domethënë me numrin e vrimave, një LP shkon në një vrim. Nëse kalkulohet për shembull numri i vrimave, ka raste për shembull që janë marrë 15 LP, nëse i shumëzon me 1.8, me domethënë 1 metër 80 cm, del që të jetë 27 metra, domethënë shpim jo 45 që është deklaruar. Përpara kanë pasur rrezikshmërinë e punë të inkuadruar brenda pagës bazë. Mirë po vendimi është marrë që për arsye se nëse një punëtor shkon në pushim nuk ka nevojë të ju paguhet rrezikshmëria pa arsye, sa ai nuk ka qenë punë, por ka qenë në shtëpi. Për këtë arsye do marrë vendimi që t'ju paguhet vetëm për ato ditë pune sa punon në minier dhe siç kanë deklaruar edhe mbikëqyrësat, domethënë ka pasur mos pajtueshmëri nga nxertarët atje në minier dhe kështu që ka ardhur deri te kjo që për mja mbulu kështë atë pjesë, kanë marrë vendim që t'ju shtohen domethënë metrazhet dhe të marrin
rrugë më shumë. A ka pas vendim me shkrim? Jo, fatkeqësisht secili që ka ardhur dhe ka jep deklaratë për mbikëqyrësa, ne kemi marrë 13 mbikëqyrësa në pyetje. Ata janë ftu për të dhënë një deklaratë sqaruese, sepse pas zgjedhjeve që janë bërë nga komisioni, neve na është dashur që respektivisht dhe që të jemi më transparent, kemi dashur që të kërkojmë edhe një lloj sqarimi për ty nëse si ka ardhur deri kjo mospërputhshmëri. Dhe ata e kanë deklaruar domethënë që ju kanë thonë që ju kanë japur urdhër gojarisht që të veprohet kështu dhe të mbuluhen, të ndihmohet këshë zëtare në pagesa. A kanë përmend emra kush ju ka thonë me pa këtë veprim? Disa ne kryesisht kemi pasur në deklaratë 13 mbikëqyrësa, ku 7 nga ta e kanë cek drejt për drejt drejtorin e njësisë, domethënë që ju ka thonë që të mbuluhen të zëtare të ndihmohet. Mirë, po pjesa tjetër kanë thonë që stafi menaxherial dhe inxhinierik ju kanë thonë që me bën mbulumin me këtë metrazh. Nga gjetjet e komisionit, sa llogaritë dome që është bën ndërmarrjes? Po duke u bazuar në deklaratat e mbikëqyrësave të cilët e kanë theksuar se kjo metodë është përdorur që nga muaji maj 2025 deri në fund të dhjetorit 2025, kjo rezulton që të jetë domethënë domi rreth 100.000 euro, diku 99.000 diçka. Mirë, po kjo ka të bëjë vetëm kjo shumë është vetëm ajo pjesë që është pagu ekstra mbi pagën bazë. Domethënë për gjatë këtyre muajve kjo shumë është paguar ekstra, domethënë i bën sikur një lloj bonusi për ata punëtorë. A i keni këshyrë, zote e temaj, nëse prej këtyre shpimeve që i keni verifiku, ka pas nxjerrje të zeheve ma shumë, apo ma pak? A ka qenë kjo subjekti i hetimit juaj? Faktikisht nuk ka qenë kjo, ma shumë ka pas të bëj me normën e metrazhit shpimit. Mirë, po të japi një përgjigje se i kemi pa dhe ato, pak a shumë i kemi këshyrë, nuk ka domethënë rritje të prodhimit, pe asaj domethënë nëse janë pagu më shumë e kanë rritur kapacitetin e prodhimit, jo, bilim ka raste që janë edhe nën planin e prodhimit. Nuk ka diçka ndryshime drastike që më thonë që ka ndiku kjo pagesë në rritje të prodhimit.